الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ta duash Allahun Azza wa Jall është për imani. Madje s'ka iman pa e dashur Allahun Azza wa Jall. Ta duash Allahun është adhurimi më i madh i zemrës, baza, themeli i çdo adhurimi tjetër. Ta duash Allahun Azza wa Jall nënkupton rahati për zemrën, qetësi për shpirtin, nënkupton lumturi në jetë, në dunjë dhe në ahiret, nënkupton knatësi në shpirt, nënkupton gëzim në fytyrën tënde. Ta duash Allahun për zemrën është knatësia më e madhe e zemrës, për shkak se zemra e do krijuesin e saj. Ta duash Allahun është fortifikat. Fortifikat në kohën e frikës, është dritë në kohën e errësirës. Ta duash Allahun është stabilitet në kohën e fitneve, edhe rahati në kohën e hutive. Ta duash Allahun nënkupton ti nështrohesh atij plotësisht, te i bindesh atij plotësisht. Ta madhëroje zemra edhe ta madhështoje atë. Përmadhimi për Allahun Azza wa Jall e shtyn njeriu që ta takon Zotin e tij. Edhe nëse rruga është e gjatë, edhe poshtu turpi prej tij e pengon në robin që mos bie në gjunahe edhe ti largohet mëkatimi i tij. Ne sot jetojmë në një kohë ku pasionet, fitnet, dyshimet janë shumë, për çdo ditë ballafaqohemi me to. Shohim për çdo ditë se na del diçka e re, e cila na josh, e cila na mashtron, e cila e ngacmon efshin, e ngacmon pasionin. Çdo sen shka ta turbullon imanin, ti turbullon syt, ta huton mendjen, të fut në dyshime të ndryshme. E ai cili ka dashuri për Allahun në zemrën e tij, zemra e tij është stabile. Përballë gjithë atyre sfidave dhe gjithë atyre problemeve me të cilat ballafaqohet në përditshmëri. E nuk ka mundësi që të qëndrojë një zemër në kësi raste vetë se ajo zemër kur e do Zotin e tij. Kur ti e do Allahun Azza wa Jall, nuk ka mundësi që të mashtrojnë efshit. Dhe nuk ka mundësi që të biesh në dyshime edhe që të biesh në pasione. Kur e do Allahun Azza wa Jall, dunjoja paksohet në sytë e tu, ndërsa rritet ahireti në zemrën tënde. Ti je banori dunjos me trupin tënd, kurse banori ahiretit me zemrën tënde. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëherë belan e shef si mëshirë, kurse privimin e shef bujari, ndërsa e shef vonesën e çdo gjëje si mirësi. Kur e do Allahun Azza wa Jall, nuk trishton numri atyre pak që janë dhe vinë me ty, pavarësisht se numri i tyre është pak, mirë pas janë nuk mashtrohesh edhe nuk trishton ky realitet. Edhe pse i shef tjerë se janë shumë, po e shef që ata janë në gaflet. Ky realitet nuk të mashtron edhe nuk josh, për shkak se ti e do Allahun Azza wa Jall, edhe di se numri që nisen ndaj ti nuk janë shumë, po ata janë pak. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëherë për ulen gjymtyrët e tua, zbutet zemra jote, qetësohet shpirti yt, edhe nefsi rahatohet edhe i mbështetet Zotit atij për premtimin që ai ja ka dhënë. Kur e do Allahun Azza wa Jall, ngjen qetësi, ngjen rahati edhe ngjen ëmbëlsi. Atë ëmbëlsi që ti e shijon, askush nuk mundet ta shijojë dikush në vend tjetër. Për shkak se ky lloj ose kjo lloj kënaqësie dhe kjo lloj ëmbëlsie nuk ngjehet në harame. Pavarësisht se sa ti i vepron, pavarësisht se ti çka posedon, pavarësisht se ti çka ke, megjithatë gjitha i shijon, por nuk e ndjen atë kënaqësi që e ndjen njëri i cili e vendos ballin e tij në sejdë dhe adhuron Zotin e tij. E ai i cili e do Zotin e tij, e ndjen këtë kënaqësi, e adhuron Zotin e tij. Përmallot për takimin me të, kur e fal namazin, nuk dëshiron që të përfundojë namazi i tij. Kur e lexon Kur'anin, nuk dëshiron që ta mbyllë musafin e tij. Kur e përmend Allahun, asnjëherë nuk lodhe gjuha e tij sa përmenduhet atij. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëherë ai bëhet synimi yt, prioriteti yt,
objektivi yt nuk ke objektiv tjetër. Objektivi kryesor është se si ta arrish deri tek Zoti yt, si ta duash atë, si ta kënaqësh atë, edhe si të veprosh me ato veprat që të çojnë deri tek ai, kur e do Allahu azza wa xal. Atëherë përmirësohet brendësia jote, stabilizohet e jashtëmja jote, niyeti jot çeltërsohet, kurse veprat e tua zbukurohen, atëherë çdo gjë që të godet për ty është e lehtë dhe çdo gjë që ka të bëjë me Zotin tënd për ty është e rëndë, për shkak se ti e do atë. Edhe do për me mbrit te ai, edhe nuk mërzitesh për çdo gjë tjetër, sepse ti e di se çdo bela, çdo sprovë e cila vije është e lehtë, edhe ti synon diçka shumë më të madhe, edhe shumë më të lartë. Kur ti e do Allahun azza wa xal, atëherë ti bësh robi ti hakikat, edhe nuk ka dyshim te. Kur ti e do Zotin tënd, atëherë nuk ka mundësi që të lëkundin fitnet, e as mashtrohet dunjoja, e nuk ka mundësi që të shkëputet diçka në rrugtimin që ti e nis drejt Zotit tënd. Kur ti e do Zotin tënd, zemra jote e do, e një zemër që e do Allahun asnjëherë nuk vdes, një shpirt që e njeh Zotin e vet asnjëherë nuk devijon, dhe po ashtu një nefs i cili e njeh e pohon Zotin e tij nuk kërkon Zot tjetër përveç atij. Prandaj pejgamberi Allahut azza wa xal thoshte: e kërkoj o Zot dashurinë tënde, dashurinë e secilit që do ty, dhe e kërkoj dashurinë asaj vepre e cila më afron deri te ti. E lut Allahun që të na bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala shefil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Nëse dikush thot si ta di unë a e dua Allahun apo jo. Normalisht janë disa shenja të cilat aludojnë që ti e do Allahun azza wa xal. Shenja e parë është se ti ndjen kënaqësi kur adhuron atë. Kur je në ibadet, e shijon një lloj ëmbëlsie që askush tjetër nuk e shijon. Prandaj të parë tan thoshin sikur ta dinin fëmijët e mbretërve dhe pushtetarëve dhe pasanikëve se ne çfarë shijojmë në namazin ton, kishin për me na luftu, me na nxjerr prej safeve që ti marrin ata ato vende dhe ne të shkojmë në vendin e tyre. Do thotë kjo lloj ëmbëlsie që e ndjen njeriu në shpirtin e tij, është ëmbëlsi që nuk ndjehet diku tjetër përveç se në adhurimin e Allahut azza wa xal. E nëse ndjen kënaqësi atëherë dije që ti e do Allahun azza wa xal. Po ashtu, turpi prej Allahut azza wa xal. Kur ke turp, edhe vjen marrë për me bë gjuna, sepse normalisht ai i cili ka turp edhe i vjen marrë prej Zotit i tij, i ik gjunave. Mundohet maksimum që mos të bien to. E ai i cili ka turp prej Allahut azza wa xal, e ruan veten e tij, e ruan derin e tij dhe dëshiron që fytyra e tij të jetë e bardhë kur do dalë para Zotit të tij. Ai i cili e do Allahun azza wa xal, një prej shenjave që aludojnë është pendimi dhe kthimi i shpejt. Normalisht që njeriu bien gjunoj për shkak se kjo është natyra e tij, nuk ka mundësi me pas njeri i cili nuk bien gjuna. Po kur bien gjuna, cilësia e tij është që kthehet menjëherë edhe i drejtohet Zotit të tij me falje. Po ashtu prej cilësive tjera është që ai e do adhurimin e tij dhe e urren çdo gjë që e urren Zoti i tij. Ai i cili e do Allahun, e do çdo sen që e do Zoti i tij. Edhe urren çdo sen që e urren Zoti i tij. Nuk mundet një gjë me urry krijuesi ose Allahu e ti me dosht, atëherë ke problem, ke defekt. Andaj kur ti e shef që nefsi po e do një sen, që Allahu nuk është i kënaqur me ta dhe Allahu urren dhe ti shkon e vepron, atëherë dije që ke problem zemrën tënde. Kurse kur e braktis edhe shkon pas asajna që e do Allahu, atëherë dije që kjo është shenjë mirë me lenë e Allahut azza wa xal. Po ashtu prej shenjave tjera është të jesh i kënaqur me caktimet e tij. Caktimet të cilat Allahu i ka përcaktuar për neve. Allahu di më mirë çfarë është për robën e tij. Kur ti je i kënaqur me gjitha ato, pavarësisht se sa dhem, dhe pavarësisht se sa e ngjen ran, dhe pavarësisht se sa e përjeton vështirë, megjithatë ti je i kënaqur me caktimin e Allahut. Kjo tregon se ti e do Zotin tënd. A ka shkaqe që të çojnë deri te dashnia e Allahut ose e forcojnë atë? Po, njëra prej tyre është ta njohësh Allahun me emrat dhe cilësitë e tij. Allahun ti nuk e shef në dunjë, edhe Allahu nuk shifet në dunjë. Allahun e shef në ahiret. Po Allahun e njeh nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Kur ti e njeh Zotin tënd, nuk ka mundësi që mos shtohet dashuria për te. Kur ti e di që Allah është mëshiruesi, kur ti e di që Allah është falasi, kur ti e di që Allah është pendimpranuesi, kur ti e di që Allah është furnizuesi, kur ti e di që Allah është krijuesi, kur ti e di që Allah është ai i cili menaxhon
kozmosin edhe çdo sen, kur ti e di që Allahu ta ka dhënë jetën, dhe Allahu ta merr jetën, dhe Allahu të ringjall, dhe kur ti e di që Allahu të fut xhenetin e Allahut, dhe ti kur e di që Allahu të mbron që mos hyj xhenemin e Allahut, a ka mundësi mos me dash Allahun subhanallahu? S'ka mundësi. Për shkak se kjo është zoti yt. Edhe në këtë rast shtohet dashnia për Allahun. Nuk ka njeri i cili e njeh Zotin e tij, vetë se i shtohet atij dashuria për Allahun azza wa jall. Andaj, ai i cili do për me dosh Zotin e tij, edhe më shumë, le ti mësoj emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall. Le ti mësoj, qëllimi është le ti meditoje, le ti lexoje, le ti ja kuptoje domethënien edhe le të punoje me to. Po ashtu prej shkaqeve tjera është ndjekja e pejgamberit Allahut azza wa jall. Kur e do Allahun, e do pejgamberin e tij. Kur e do pejgamberin e tij, e do rrugën e tij. Kur e do rrugën e tij, e ndjek rrugën e tij. Kur e ndjek rrugën e tij, atëherë do të shtohet dashuria e Allahut për ty. E kur shtohet dashuria e Allahut për ty, atëherë lehtësohet çdo gjë për ty dhe ti edhe më tepër e do Allahun dhe Allahu don edhe ty edhe më shumë. Po ashtu prej shkaqeve tjera është shpeshtimi i përmendjes Allahut azza wa jall. Fat kuruni adkurkum. Ma përmendni që unë juve që përmendi. Nëse e përmend Allahun azza wa jall në vazhdimsi ditë e natë, Allah azza wa jall do ta lehtësoje çështën tënde, do t'i rritë gradat e tua, do t'i shtojë të mirat e tua, do t'i paksojë gjunat e tua dhe normalisht do të shtohet dashnia jote për Zotin tan. A ka më mirë se ti kur e përmend Allahun dhe gjua jote nuk lodhet, përkundrazi shpirti jot qetësohet, edhe zemra jote rahatohet, edhe të rriten gradat e tua, e këtë e jep përmendja Allahut azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi sa a dëshironi që t'rregoj për një vepër e cila është më e mira dhe më e pastër te Zoti juaj, më e larta në grada, dhe po ashtu më e mira se ju të shpenzoni ari dhe argjend, dhe të dini në betejë dhe të takoni armikun, edhe ta luftoni atë dhe ata që luftojnë juve, i thanë po ja Rasulullah, tha përmendja Allahut azza wa jall. Përmendja Allahut azza wa jall është ajo që në sytë e tu duket e vogël, duket e thjesht, megjithatë shumë e madhe edhe shumë e lartë te Allahu azza wa jall. Po ashtu, një prej shkaqeve tjera është leximi i Kur'anit me meditim. Ta lexosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta mësosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta memorizosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta lexosh me meditim është më e mira. Ta meditosh nën kupton që ti ndalesh, edhe e lexon, edhe e kupton domethënien e atij ajeti dhe domethënien e asaj që Allah subhanahu dëshiron ta përshojë ty si mesazh. Sot ne shohim që kemi shumë afëzllar. Mirë po megjithatë nuk shohim punë, për shkak se esenca e Kuranit nuk është memorizimi i tij, po esenca e Kuranit është leximi dhe meditimi dhe puna me të. Nëse ti nuk punon, atëherë është argument kundër ty. Nëse ti nuk e lexon me meditim dhe nuk e kupton, atëherë nuk ban fare dobi. Nëse ti vetëm se e lexon, atëherë thjesht merr shpërblim, mirë po shpërblimi jot është i mangët dhe nuk ka mundësi që të shtohet imani. Andaj sahabët kur e lexonin Kur'anin e meditonin, prej tyre kishte pak afëzllar. Nuk kishte shumë, për shkak se ata më shumë kujdeseshin që të marrin ta lexojnë, edhe ta meditojnë, dhe ta kuptojnë, edhe ta zbatojnë, edhe të punojnë me të, e pastaj kalonin në surën tjetër. Krahasim me neve sot, të cilët ne mundojmë në vazhdimsi, që ta mësojmë përmendsh, e harrojmë meditimin e tij, e harrojmë punën me të. Edhe andaj shef sot që njerëzit që e dinë e kanë në gjokset e tyre, mirë po realisht nuk e zbatojnë, e kjo mundet me qenë rrezik shumë i madh, për shkak se mos zbatimi mundet me qenë argument kundër ti e jo për te në këtë dunjë dhe në ahiret. Po ashtu, prej shkaqeve tjera që shton dashurinë e Allahut, është bamirësia, të jesh i mirë, të jesh bamirës, të merresh me mirësi, është një çështje, një virtyt shumë i lartë. Nuk e ka secili. Ai i cili merret me bamirësi, e di vet, edhe e shijon vet, edhe e tregon vet se çdo ar kur merret me punë të mira dhe me bamirësi, vetëse i shtohet dashnia për Allahun, edhe ka një gjendje që qert nuk e ngjejnë atë. Allahu e do atë i cili është bamirës, edhe do atë i cili punon mirë, dhe Allah Zogjel thot, wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin, ta bëni mirë, punoni mirë, sepse Allah me të vërtet i do ata që punojnë mirë. E lusë Allah në Zogjel që Allah të na vënë për tyre, dhe lusë Allah që të na shtoj dashurinë për Allah në Zogjel, dhe lusë Allah që të na mësoj që zemrat e tona ta duan atë, ta duan çdo njërin i cili e do Allah në Zogjel, dhe ta duan veprën e cila e afron ose na afron për tek Zoti ynë, dhe dashuria që na shton afërsinë për te Zoti ynë. E lusë Allah që çdo musliman dhe muslimane të gjatë të vdekë, Allah të mëshiron, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.